Vetë fakti që ka shku kjo besimtare të Fallxhori apo sejri bazë, ja, Ose ato nuk i thënë sejri bazë të një gruje që ka këshirë. këto gra që ka këshirin fatkeqësisht në shumicën e rasteve janë Fallxhori, sejri baze, janë gra që nuk frynë sipas asaj që ja shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'ani dhe suneti i tij. Në shumicën e rasteve janë në bazë të fallit, pokusheve, që nuk kanë shpjegim as shkencore, as mjekësore, as fetar. Duhet me kuptu se te këto Fallxhor dhe Fallxhore është prej gjunajeve të mëdha që mrin deri në kufër me shkun. Me ju besu është halo ma keq, halo ma zi. Edhe ai që ka shku taj e ka rrezikuar të fenë e vet, imanin e vet, besimin e vet. Vaj dhe mjerë për një gru që shkon te një Fallxhore. Ajo imanin e vet e ka djeg. Që i bën shkon xhenem, shkon xhenem, e ka up xhenetin, e ka prish fenë e vet, dinin e vet, ka mbet pa din, pa iman me shku te Fallxhori. Zot na ruaj dikujt me amor Allahu shpirtin duke qenë te Fallxhori, në çat hall. Vdes pa iman, pa din vdes. Po me amor shpirtin Allahu çati. Pa din e pa iman. Po me dëmtu dikan musmu dikush ma tepër. Si ka me dal para Allahut ajo besimtare, që është bo sebeb që dikush smut ma tepër. Sa ato Fallxhorët vetë shërbojnë, ato përpare kanë shi dinin, imanin gjithë sa. Andaj edhe nuk lejohet që atyre me u besu dhe nga ato me kërku derman. Asesi. Ilaç kërkohet prej Allahut te bareke ve teala. E njeriu mund të jetë vetëm sebeb. Mesazhi është i qartë, sidomos ndaj gjinisë femrore, sa më larg grave ku thonë këshirin po kushe sen se rrezikohet imani juaj. Do të thonë mundi me vdek pa iman edhe me shku në xhenem për gjithmonë, Allahu na ruaj. Prandaj duhet pas kujdes. Si dikush mundet me pyet pika identiteti është Fallxhor. Fallxhorët shkrin plom. Fallxhorët lipin tesh prej smundit, lipin fata. Të pyesin për emra. Emri babës, emri nonës. Po nëse shkon të pyet dikush si ka emrin nona, baba apo daja. E thotë a shef diçka nuj, ta jep një bardak, një gotë. Një majic berma, ta lip një tesh, një këpuc, një tesh të brendshme, apo një kime, një pempi, një robës ati, të thotë, ta di se Fallxhor është. Shejtano, se irbaz është. Dhe zë mu largu prej atyme. Të pyt, aj, si e ka emrin së të gjyshi, nona, baba. Thotë, pyet kësi informata, kërkon prej te kësi informata dhe tregon diçka që është nga e kaluara sekrete e yte, ta di se Fallxhor është. Se të fshetësin dhe sekretin se din as kush pos Allahut azza wa jall. Dhe se gjint ndonjëherë prej asaj çka kanë dëgju, pjesë mundon me bë kombinim një informat e me ta pështjell që ti me mendu, ki po e dika, s'din sen ata. Interesant, po ma dika jetën, s'din sen.